besoj që i sheh këto sera. Po zëtri muja tash, sigurisht kam e pas pyetjen për Mitrovicën, edhe ja shoh fytyrën aty. Pastaj e shohim atë. Do ta ketë. Ngjyrën e fytyrës së mujës, po sigurisht mendoj që jemi në procesin e fundit ku në emrin e të portfolurve është edhe zotëria Abrashi, për kohët të tjerë. Mendoj që pra jemi në fazën e fundit ku edhe ne vendosim kandidatin. Kjo sigurisht po shkon në diskutimet cilat po ndodhin brenda kryesisë së Prizrenit. A ka ende opsione tjera apo vetëm ka mbetur zyrtarizimi? Gjithmonë ka. Informacionet e mia janë që ka mbetur vetëm zyrtarizohet. A kam me drejtë ose jo? Gjithmonë pra ka mundësi për opsione dhe gjithmonë ka mundësi për diskutime. Këtu më varet të vullneti Abrashit që domethënë edhe ai duhet me thonë fjalën e vet, duhet me thonë edhe kryetari i lëvizjes vendosin këtë rast zotëri Kurti. Pra mendoj që emri i Abrashit është emër serioz në domethënë i cili mund ta sfidoj edhe ta fitoj kryetarin aktual i cili është ndërkryetar i cili pra nuk i ka sjell gjatë mirë Prizrenit, meqense se jam edhe i Prizrenit. Besoj që s'po du me kalu në këtë temë tash në temë lokale. Kjo pa merak se kjo tema lokale është në interes publikut dhe unë kam shumë shikues nga Prizreni, cilë t'i përshëndes gjitha ato. Gjithashtu i përshëndes. Nga Kurilla, te Bashderhania, nga Arbana. Te Tabakana. Edhe atë. Edhe tek Qarqia, pse jo. Mendoj që emri... E morëm këtu një përgjigje që Abrashi do tjetë. Jo, nuk e marrët përgjigjen e tillë. Unë po them që ndër opsionet e mundshme është që edhe Abrashi mund të jetë. Mirë, po tash jemi në kohën e përfoljeve, se është një proces këtë normal. Po erdhi fundi o zoti Rexha, se shkuam. Dhe mendoj që njëri prej kandidatëve serioz i cili mund të jam sygarës mund të jetë edhe Abrashi. Okej, a do të jetë Armend Muja kandidati i vetëvendosjes për komunën e Mitrovicës? Tash mund t'i qeshësh pak Armendin. Jo, nuk i qesh, se kam me Armendin. Zoti Muja, sepse ju jeni ndër emrat e përfolur, emri i zotit Peci përflitet, emri i zotit Bahtiri përflitet. Ne jemi në fazën pothuajse finale të konsultimeve edhe unë besoj që në ditët ose javët në vijim do të konfirmohen të gjitha kandidaturat. Nuk është asgjë e konfirmuar deri në këtë kohë, po besoj që publiku edhe qytetarët e Mitrovicës ta marrin vesh në ditët ose javën të vijim. A keni vullnet ju, zoti Muja, personalisht? Shkoj tash natyrshëm pritjet e natyrshme sonë Mitrovicës. Edhe pritjet unë po ashtu jam kryetari i qendrës së Mitrovicës dhe pritjet e natyrshme janë të në atë drejtim. Po sidoqoftë ajo çfarë është e rëndësishme në Mitrovicë është përkushtimi i gjithë antarësisë, është që të fitohet komuna e Mitrovicës, marr parasysh rëndësinë simbolike po dhe funksionale që i ka Mitrovica për lëvizjen vetëvendosje, po dhe për Kosovën. Gjithsesi, jo mas e bindur që kandidati që do të propozohet, do ta ketë përkrahjen e gjithë antarësisë, edhe lëvizja vetëvendosje do të fitojë në Mitrovicë. Pra që të tre emra, qoftë ju, qoftë Peci, qoftë Bahtiri, po që do ishte ju do e mbështesit njëri tjetrin do fitet. Unë do e mbështes se cilin kandidat, unë mendoj që ajo çfarë është e rëndësishme, ne duhet të priremi nga qëllimet, dhe qëllimet janë ato që ne na bashkojnë, qoftë në aktivitete ose veprime politike, qofshin ato dhe veprime kolektive në këtë rast. Unë besoj që pa marrë parasysh emrin e përveçëm, ajo çfarë është e rëndësishme është konjunktura e cilat qeverisë në Mitrovicë, edhe është e rëndësishme që në Mitrovicë të fitojmë, edhe unë besoj që do të fitojmë. Okej, besoj këtu shoshitën shumë çështje që kanë të bëjnë me aktualitetin politik përse takon zgjedhjeve lokale, sepse kjo është e ditës, zona zotëri, dhe do të ishte e parasyshme, por që nuk do e eksploronim deri në fund. Tani kemi përgjigjet edhe të Arbrit edhe të Armenit, teksa natyrisht Matoshi, Ridi dhe Fidani do të kenë mundësi, hapësirën e vet, kohën e vet për të adresuar çështjet të cilat natyrisht ndërlidhen nga bllokada politike tek koalicionet të mundshme, tek zgjedhjet dyparqe, edhe tek zhvillimet më aktuale politike, teksa juve ju bëj thirrje edhe një herë në Facebook, në kanal 10. Bëni pyetje, do t'i adresoj në fund, edhe mos ta harrojmë që do ta kemi edhe një pjesë të përmbyllëse të emisionit kur do të jem së bashku me drejtuesin dhe themeluesin e shkollës finlandeze, Aletin Berishën, për diskutuar mbi një sukses që ka arritur shkolla finlandeze, ka arritur të jetë ndër 10 shkollat më të dalluara në një konkurs ndërkombëtar dhe shumë
me rëndësi që natyrisht të qëndrojmë deri në fund të këtij emisioni. Zoti Matoshi,